Ministri i Bujqësisë Andis Salla, gjatë fjalës së tij të enjte në parlament, prezantoi një projekt ligj të rëndësishëm për bujqësinë që ka të bëjë me dëftesat tregtare mbi produktet bujqësore. Salla u shpreh se synimi i këtij ligji është të nxjisë financimin në bujqësi, të krijojë mekanizma që i mundësojnë fermerit të sigurojnë mbështetje financiare, si dhe që ligjet shqiptare të parafrohen me ato të BE-s. Kam kënaqësinë sot paraqes për shqyrtim projekt ligjin për dëftesat tregtare mbi produktet bujqësore. Një nisëm ligjore që synon të krijojë një instrument modern financiar në shërbim të zhvillimit bujqësor shqiptar, duke forcuar marrëdhëniet ndërmjet fermerëve, operatorëve ekonomik dhe institucioneve financiare. Ky projekt ligj është një përgjigje ndaj një nevoje konkrete që ka sektori bujqësor dhe që është evidentuar prej vitesh nga fermerët, bizneset, agroshqimor dhe institucionet financiare. Bujqësia është një sektor me specifikat veçanta ku fermeri investon sot, ndërsa të ardhurat i siguron vetëm pas disa muajsh. Objektivi i këtij ligji është i qartë, të nxjisë financimin në bujqësi, të krijojë mekanizma që i mundsojnë fermerit të sigurojë mbështetje financiare në momentin që ka më shumë nevojë për të garantojë pagesa më të shpejta dhe më të sigurta dhe të krijojë një sistem modern ku mbi produktin bujqësor, qoftë ai ende në proces ku prodhimi apo edhe ai magazinuar. Mëtej, Salla theksoi se nëpërmjet këtij projekt ligji për herë të parë krijohet mundësia që vetë produkti bujqësor të fitojë vlerë ekonomike përpara se të shitet në treg.